ajo që obligohemi tua të regojmë njerëzve dhe ti drejtojmë njerëzit ka ajo, është libri i Allahut subhanahu wa ta'ala, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhmaja, gjëgjësisht çështjet në të cilat ka konsenzus në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në mesin e pasuesve të tyre. Këto tre gjëra pra, Kurani, suneti dhe ixhmaja është konsenzusi i muslimanëve, kur të gjithë muslimanët pajtohen se kjo çështje është prej fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo padyshim se ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salam, sepse thot pejgamberi alayhis salam, nuk tubohet umeti im në dalalet. Nuk ka gjasa krejt muslimanët të jenë në dalalet për një mesele, pa tjetër që tjetë një grup prej tyre që e kanë qelluar. Andaj kur bashkohen të gjithë për një çështje dhe thonë se është kështu, pa tjetër që tjetë ashtu, sepse në to është ai grup që e ka qelluar, dhe s'ka mundësi që krejt të bashkohen në devijim. Këto pra janë gjërat me të cilat kemi drejt të obligojmë njerëzit. Ke drejt të thuash këti, kjo vepër është obligim sepse Allahu thot në Kur'an, apo sepse pejgamberi alayhis salam thot në sunetin e tij, apo sepse gjithë muslimanët janë pajtuar për këtë çështje. Mirë po, nuk ke drejt që t'i obligosh njerëzit me çështje precize, me çështje që nuk janë shumë të qarta, me çështje ku ka hapësirë për mendime të ndryshme, me çështje në të cilat dietarët nuk kanë të gjithë një mendim, siç janë çështjet e fikut për shembull. Çështjet e fikut në të cilat ka disa mendime, i kemi 4 mezhebet, është mezhebi Hanefi, është mezhebi Shafi, mezhebi Maliki dhe mezhebi Hambeli, që janë pra si mendime të dietarëve që janë ruajtur gjenerat pas gjenerate. Dhe padyshim se në një çështje caktuar, për shembull në mezhebin Hanefi e ke pak më ndryshe se sa që është në mezhebin Shafi. Dhe këto janë çështje precize, në të cilat nuk mund të gjykoj pos ai që ka dituri të fortë dhe ai i cili është futur pra në detin e diturisë dhe ka mundësi të bëj dallimin mes argumenteve të forta dhe argumenteve të dobta, në mes të argumenteve të sakta dhe argumenteve të gabuara. E kjo çështje pra nuk u takon xhamatit në përgjithësi dhe muslimanëve të thjesht në përgjithësi. Nuk kanë mundësi që ata ta bëjnë dallimin mes kësaj dhe asaj. Andaj ajo me cilën ata obligohen është që ta pyesin një hoxh të cilit ata i besojnë dhe tek i cili ata vërejnë shenjat të diturisë dhe devotshmërisë. Me këtë ata e kryejnë obligimin e tyre. E pastaj obligimi i hoxhës është që ta shoh se cili mendim është më afër të vërtetës, që ta shoh se cili mendim është më afër të vërtetës. Nëse ka mundësi, nëse nuk e ka këtë mundësi, nuk ka pra mjetet e nevojshme për ta bërë këtë dallim, atëhere e pason një dietar që është më i madh e kështu me radhë. Pra, njerëzit obligohen që të kthehen në Kur'an, në sunet dhe në ixhmaun e selefit, në konsenzusin e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam dhe në gjeneratave të para. Dhe çdo gjë tjetër nuk mund t'u obligosh dhe imponosh njerëzve, pos nëse ke argument të qartë prej fjalës së Allahut apo prej fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga kjo e kuptojmë se ekstremizmi dhe fanatizmi në mezheb nuk është diçka e pëlqyer. Nuk është diçka e pëlqyer ekstremizmi dhe fanatizmi në mezheb, sepse asnjëri prej dietarëve nuk ka pretenduar se ja ka qelluar 100%. Dhe secili prej tyre i ka këshilluar pasuesit e tyre që kur t'u bëhet e qartë e vërteta me argumente, me fjalë të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, ta pranojnë për qoftë edhe në kundërshtim me fjalën e tyre. Dhe kjo ka ndodhur me nxënësit e Ebu Hanifës, me Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani dhe Ebu Jusufin.
thuhet se këta dy nxënës të Ebu Hanifes e kanë kundërshtuar Ebu Hanifen në më shumë se 40% të meseleve. Pra, ata konsiderohen nxënës të tij, mirë po e kanë kundërshtuar në shumë prej meseleve Ebu Hanifen, sepse u është bërë e qartë se vërteta është këtu me argumente, siç është rasti kur ka ardhur Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani te Imam Maliku. Dhe pasi që kanë debatuar për sain, sa është një mas matëse që është përdorur në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dhe duke debatuar me Imam Malikun, Imam Maliku i thot njërit prej nxënësve, ngrehu dhe shko merre atë mjetin që e ke nga koha e pejgamberit alayhis salam. Atëra i shkon dhe e bjen, thot këtë e kam nga gjyshi im i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe ja dorëzon nxënësit të Ebu Hanifes, gjithsesi Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybanit. Atëherë Muhammed ibn al-Hasani e pranon të vërtetën, sepse nuk ka ku të ikë. Kjo është prej kohën e pejgamberit alayhis salam. Mirë po, kjo e vërtet, po e kundërshtoj ka mendimin e Ebu Hanifes, e mësuesit të tij. Mirë po, çka bëri Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani? Nuk u tregua ekstrem në mëdhëbin e tij, po e pranoi të vërtetën, edhe pse vinte prej Imam Malikut, dhe e tha një fjalë shumë të madhe, e tha një fjalë shumë me peshë. Ai tha sikur edhe Ebu Hanifja të ishte gjallë dhe ta shihte këtë që e pash unë, edhe ai do ta pranonte të vërtetën. Pra, ajo me të cilën obligohen njerëzit janë Kur'ani, Suneti i pejgamberit alayhis salam dhe ixhmaja e selefit, konsenzusi i gjeneratave të para të muslimanëve. Kurse mendimet tjera të dietarëve nuk mund t'ua imponosh njerëzve, pos në qoftë se kanë argument të qartë si dielli nga libri i Allahut apo nga Suneti i pejgamberit alayhis salam dhe janë prej çështjeve në të cilat nuk ka hapësirë për mendime të ndryshme. Kurse çështjet e fikut, çështjet në të cilat ka hapësirë për dy mendime të ndryshme, në këto çështje duhet të jemi tolerant dhe zemërgjër, sepse nuk e dim 100% se e vërteta me cilën është. Siç ka thënë Imam Shafiu, une besoj se e vërteta është me mua, mirë po mund të jem gabim. Dhe besoj se kundërshtari im është gabim, mirë po mund të jetë në të drejtë. Pra janë çështje ku nuk mund të gjikosh 100% dhe ka hapësirë për mendime të ndryshme dhe ehlusuneti në këtë janë tolerant. Pra ehlusuneti për dallim nga bidatxhit janë fanatik kushtimisht, nëse mund ta quajmë kështu, aty ku duhet, në çështjet e besimit, në çështjet ku sahabët nuk kanë pasur mos pajtim, po ka qenë qartë çështja dhe e prerë. Në këto çështje ehlusuneti janë të prerë dhe janë si duhet, pra stabil. Kurse në çështjet e fikut, ku edhe sahabët kanë pasur mos pajtim mes veti, në këto çështje ehlusuneti kanë tolerancë, sepse vetë sahabët ishin tolerant në këto çështje. Ndërsa e kundërta ndodh me bidatxhit. Ata janë fanatik në mëdhëbe në çështje të fikut, kurse akiden e kanë jo ashtu si që ka pasur imami i mëdhëbit të tyre. Për shembull, Hanefit e kohës sodit, shumica janë ose Maturidi ose Eshari, kurse Ebu Hanifja dihet sigurt se nuk ka qenë as Maturidi as Eshari, sepse të dytë kanë ardhur pas Ebu Hanifes. Pra i kanë përzier çështjet dhe janë bërë fanatik aty ku nuk duhet dhe e kanë lënë aty ku duhet. Në vend që në akide të ishin stabil, ata aty u devijuan dhe u përçan në shumë grupe. Kurse në fik, në çështje ku ka hapësirë për mendime të ndryshme, ata këtu u bën fanatik.